Të dashur qytetar dhe qytetare, nuk mund të përgjigjemi njeriu që ja vodhi Bixhozi rinin. Por çështja është jashtëzakonisht serioze. Në Katar, në dosje palë në palë dhe gjumash mbi krimin, mbi dosjet e krimit, kanë bërë një kompromis që të fshehin ju, të fshihen para jush, duke na hequr të drejtën të bëjmë pyetje direkt, si burri i burrit, si qytetari i qytetarit, si përfaqësuesi juaj në këtë parlament. Këta këtu janë të gjithë në konflikt interesi. Dil këtu, dil beton në kushtetut, se nuk ke dosje në skap. Dil beton, cili për jush? Pse i ku vengu? Ku i ku vengu? Jam thoni pa ku shkojaj? Pse jam bathi? Sepse ju jeni me dosje mos zotëri jam të apo jo, dhe ju zba... Edhe ti nuk jenë vengu. Jo, Belina po iken. Edhe të shojsh pasaj se do të marrë me vete se ministri Belin së të thonë të gjithë ty. Po ato e në punë tuja se janë tonat, s'kemi punë me atëve. Ne kemi punë të bëjmë transparencë, të themi qytetarëve sepse korrupsioni rritet, sepse parat e tyre. Mos fol tani më apa, mos fol. Sepse atë nuk e kam falur sepse thonë ministri Belinës, nuk të thamë unë ty, të kam thënë këta të thonë, jo unë. Mos bjen normal, as për ty, as për Belindën. Kjo është e vërteta. Pra, problemi juaj është ky, sepse ju keni rënë një kompromis për të vendosur errësirën. Ne kërkojmë bëjmë pyetjet, të na gjykojnë shqiptarët për pyetjet që bëjmë. Është e vërtet që ka një manual i cili në asnjë fjalë nuk thotë se nuk bëhen me gojë pyetjet. Jo, është e drejtë dorëzimi me shkrim. Jam plotësisht dakord, sepse ai që pyetet duhet të ketë kohën për të përgatitur. Por kjo nuk përjashton në absolute autorin e pyetjes të lexojë pyetjen integralisht si të ka bërë dhe me qëllimin që ka bërë. Mbaroj kohë, zoti Berisha. Jo, unë mbaroj, po s'mbaroni ju se nxorja ka në shtresën e në gjutë ju burgun apo jo. Është freudiane. I shpërthyen, bën një eksplozion të subkonsciencës tuaj. E quajti burg. Jo me kot, s'është rasti. Mbaroj kohë, zoti Berisha. Zoti Erion Malaj ka kërkuar fjalën procedurë. Do ta balancojmë. Jo. Faleminderit zoti kryetar. Atëherë kemi rreth 1 orë që